Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Ritakohemi së bashku çdo herë tani më me ofertën e ditës në vendin ku hedhim dritë mbi idetë në të cilat mund të rrobejnë kështu pushimet tuaja. Pa diskutim që Antalya mbetet një dhe e vetme kryeqyteti i turizmit, i pushimeve, i argëtimit, i emocioneve, por mbi të gjitha, destinacioni kryesor sa i takon paketave më të mira all inclusive. Unë kam kënaqësinë që sot për këtë destinacion të kem të ftuar në studio ISO. Tani më le të themi mikeshën time të ofertës së ditës, e cila jo vetëm na flet lidhur me resortet, por edhe të gjithë të reja, çdo gjë që duhet kemi parasysh në momentin që zgjedhim të shkojmë në Antalya. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Është vlerësim shumë i madh, ne hera herës i ndajmë këto mendime bashkë dhe vlerësimet. Të kesh Premium Channel, një ndër, po themi, faktorët kryesor dhe partnerët kryesor të Vasturit, jo vetëm në promovimin e destinacioneve verore, por edhe ofertave dhe çmimeve promocionale të cilat janë ato, po themi që na bëjnë të kemi hera herës dhe çdo herë, sidomos tani dhe me nisjen e sezonit, të kemi absolutisht një ndikim në treg dhe të jemi drejt për së drejti me informacionet eksakte, korekte, në kohë reale me klientelën tonë. Kështu që falenderimin duhet ta bëj unë dhe absolutisht dhe kolegët e mi të deskut, kështu që faleminderit Premium Channel. Kënaqësi gjithmonë, do të kemi një sezon të gjatë përpara dhe unë jam shumë e lumtur që këtë vit do të kemi mundësi që të ndalemi tek resortet specifike njëra pas tjetrës, jo vetëm për të dhënë një pasqyrë të përgjithshme, por edhe në detaje të gjithçkaje çfarë mund të gjejmë atje, por edhe duke pasur kështu komunikime të drejtë për drejta nga vetë menaxherët e resorteve për të marrë, le të themi, një esencë të gjithçkaje që ndodh atje, duke pasur kështu në dispozicion dhe të gjitha instancat përkatëse dhe mekanizmat të cilat na ndihmojnë që të realizojmë këto komunikime të drejtë për drejta për gjithë ata që zgjedhin Antalyan si destinacion. Çfarë do të kemi, le të themi, jo vetëm risi, por si ka qenë interesi deri më tani për Antalyan, duke marrë në konsiderat shumë çka po ndodh. E vërtet, normalisht nuk mund të jemi indiferent ndaj gjithë situatës së krijuar. Normalisht kemi pak të stepjen, po themi, të merakut, të skepticizmit, të nisjes së pushimeve, por siç e kemi thënë gjithmonë, pasja e një partneri, një operatori, një bashkëpunëtori në destinacionet ku ne operojmë me charter është një arsye shumë e fortë dhe një garanci që ne ti sigurojmë klientët tanë dhe të gjithë ata që na besojnë pushimet tashmë verore, se do nisim sezonin veror, pushimet të sigurta, komode dhe mbi të gjitha cilësore. Kështu që ne në çdo kërkesë që punojmë, në çdo informacion që japim, e kemi të konfirmuar paraprakisht nga instancat përkatëse, si edhe operatori ynë në Antalya për destinacionin e Antalyas, kryeqytetit të pushimeve të verës, siç edhe mban titullin plotësisht të merituar. Kështu që patjetër që edhe faktorë të tjerë të cilat vazhdojnë të nxisin kërkesat në treg, marrë absolutisht parasysh edhe situatën e krijuar, janë edhe ofertat heraerës të cilat ne i marrim direkt nga hotelet, pra siç e përmend edhe ti, do kemi dhe lidhje dhe komunikime të drejtë për drejta me stafet menaxheriale të hoteleve përkatëse dhe mund ta them me siguri që koordinimi i të gjitha këtyre hallkave, po themi, na lejon ne dhe absolutisht agjencitë tona partnere që të jenë sa më kompakte dhe sa më precize në atë çka do i ofrojnë klientëve të tyre. E në fakt tani më, le të themi, është një domosdoshmëri, duke marrë në konsiderat të gjithë le të themi skepticizmin që na shoqëron për ditë referuar këtu më së shumti nga çdo gjë që lexojmë dhe dëgjojmë
kryesisht nga rrjetet sociale, më pas nga komunikimet zyrtare ndërkombëtare, por ato janë pjesë të cilat deri më tani ndoshta nuk i kanë prekur ende pushimet dhe jam e bindur që nuk do të ndodhë kjo aq më tepër në prag të sezonit veror, ku le të themi shumica e vendeve të globit e kanë një nga periudhat më intensive dhe më frydhënëse nga pikpamja ekonomike përgjatë gjithë vitit. Por Antalya mbetet e diellit, mbetet e detit, mbetet e resorteve me 5 yje e këtë vit unë në listën e resorteve paraprakisht që kam marrë nga ju, kam parë shumë resorte të reja të cilat janë shtuar shportës, se tani më shporta është bërë bullafiqe, nuk është më elegante skini. Antalya normalisht kërkohet, po themi, nga klient besnik, të resorteve besnike, por nuk mbeten pas risit që Vastur sjell për klientët. E kam thënë dhe do e them për herë që nga momenti që unë jam bërë pjesë e VAS dhe deri më tani që vazhdoj të jem, VAS punton dhe do puntoj për herë në cilësi dhe standard. Çka do të thotë që edhe opsionet e reja të resorteve të cilat ne i kemi shtuar në shportën tonë, në korpusin tonë të hoteleve, janë të tilla resorte të cilat do t'i garantojnë klientëve standardin, cilësinë e pushimeve që ata kërkojnë dhe plotësimin e kërkesave specifike patjetër që po. Përpos ekskluzivëve që tani më prej vitesh e shoqërojnë shportën e VAS, këtu i referohen pa diskutim Riksos, për cilin kemi folur në të gjitha sezonet e ofertës së ditës, e jam e bindur që edhe përgjatë sezonit të dyja bashkë do të vijojmë të flasim për të, sepse mbetet një dhe i vetmi. Por janë plot resorte të tjera, të cilat ne do të kemi mundësi që t'i shpalosim po ashtu në këtë dritarin tonë të vogël të komunikimit. Por ti sot në fokus ke zgjedhur një resort i cili që kur e pash ishte shumë kompakt, shumë ftues dhe mbi të gjitha i përshtatshëm për çdo grup moshë, apo jo? E vërtet. Sot kam zgjedhur të prezantoj pak, të jap disa, po themi, hinte të vogla, pse duhet ta zgjedhim Bellis Deluxe Hotel. Është një ndër risit që ne kemi afruar në VAS këtë sezon, ndodhet në zonën e Belek, një nga zonat më elitare, tashmë dihet zona e Belek. Është një ndër ato hotele me një hapësirë dhe sipërfaqe shumë të madhe, të cilat i lejon sidomos tipologjin klientele familjare të gjendet absolutisht shumë e vlerësuar dhe e kënaqur në atë çka do të marrë si shërbim, nisur nga pjesa e tipologjisë akomodimit, të cilat ofrohen përveç dhomave standard dhe familjare dhe suita, të cilat janë të preferuara dhe pas çdo kërkese ne shohim që tipologjia e kërkesës për akomodimin ndryshon. Bellis Deluxe është një ndër ato hotele që e ofron si... Dhe me sa shoh edhe nga planet të cilat po transmetohen tani, ndodhet edhe në vijë të parë me detin. E vërtet, është ka akses direkt në plazh dhe normalisht është një ndër facilitetet kryesore të kërkuara nga klientët tanë, të cilët patjetër aksesin në plazhe kanë padyshim të kryesor dhe shumë të rëndësishëm. Normalisht Bellis Deluxe Hotel ofron gjithashtu aquapark dhe 5 pishina outdoor dhe një pishinë indoor, të cilat janë shumë të rëndësishme jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit. Aquaparku normalisht do i lejoj të gjithë fëmijëve të kalojnë kohë cilësore argëtuese padyshim. Bellis Deluxe organizon absolutisht aktivitete si përgjatë mbrëmjeve, që është tashmë koncepti çdo resorti që Antalya disponon, por edhe aktivitete specifike me tematika të caktuara. Për të gjithë dashamirësit e sportit, padyshim aktivitete sportive në Bellis Deluxe Hotel nuk do të mungojnë, do të jenë padyshim një ndër kërkesat të plotësuara për klientët tanë. E gjithashtu nuk mund të lëm pjesën gastronomike pa përmendur. Bellis Deluxe ofron një pjesë kulinarie shumë specifike, shumë të veçantë, duke ndërthurur kuzhinën tradicionale turke, por patjetër me atë ndërkombëtare, kështu që Bellis Deluxe këtë sezon do jetë një ndër opsionet e mia kryesore të sugjeruara.
Përveç Bellis Deluxe, doja të ndalesha shumë pak dhe në disa opsione të tjera hotelesh të cilat ne ja kemi shtuar shport son për hotelet në Antalya. Më lejo të përmend TUI Magic Life Jacaranda në zonën e Sides, një resort padyshim që për të gjithë familjarët, duke patur edhe këtë, po themi, ofertën 2+2 fëmijë falas, absolutisht ofron facilitetin dhe mundësinë që në start me një paketë ekonomike, duhet thënë. E vërtet, dhe nuk ke hallet të vogla të tilla për të menduar. Jacaranda Luxury Resort është një resort po në Side, është një resort gjigant për të gjithë ata, po themi pak më grupet rinore, i ftojmë të gjithë në Jacaranda Luxury Resort. Është një resort që do ofroj padyshim shërbim, cilësi dhe argëtim pafund. Normalisht kemi dhe resortet të tjera në zonat e tjera, më lejo të përmend Belcontin, Mirage Park, Mirada del Mar, Starlight Resort, të cilat janë resorte që këtë sezon, siç kemi parë dhe nga kërkesat dhe nga rezervimet që na kanë ardhur në VAS, janë resorte që po marrin padyshim shumë zë. Rixosin ti e përmend tashmë të dy Rixosat janë padyshim brand i padiskutueshëm dhe nuk kemi merakun që ata zgjidhen pa më të voglin dyshim. Dhe në zonën e Alanias, patjetër që po, Majlom mbizotëron dhe kryeson listën e hotelëve të Alanias. Ne jemi 24 orë në 24 disponibël për çdo informacion, për çdo, po themi, komunikim, qoftë me klientin, qoftë me agjensitë tona partnere, që do të kenë nevojë qoftë për informacione më të detajuara për sa i përket resorteve, zonës, aktiviteteve të cilat do të zhvillohen këtë sezon pushimesh në Antalya. Referuar nga e gjithë harta në cilën ti, le të themi, shëtite pak me këto resorte në Rivierën e Antalyas, cila prej tyre është ajo e cila rëmben vëmendjen më të madhe për gjatë sezonit, por rrjedhimisht edhe është e para që, le të themi, tërheq më së shumë turistë edhe pushues? Ne kemi në sezonet paraardhëse kemi parë një interes dhe një, po themi, fluks goxha të madh kërkesash për zonën e Kemer, padyshim që po, ndoshta për ngjasimin me jugun e Shqipërisë dhe kjo i shtyn, po themi, klientët tanë që ta përzgjedhin. Pra, do të thoya që Kemeri dhe Alania që janë, po themi, ata që mbizotërojnë pak më tepër, por referuar edhe sezonit të kaluar, pra, që e lam pas, më lejo të them që kemi pasur larmishmëri. Patjetër që Kemeri dhe Alania, por që Side, sepse po shtohet klientela, Side është një ndër zonat më historike të Antalyas dhe i ofron klientëve përpos pushimeve tipike verore, dashamirësit dhe ata të interesuarit, po themi, pas historisë, kulturës dhe të kaluarës së një populli, së një vendi, padyshim Side është një ndër zonat që vazhdon të kërkohet në Antalya. Belek, siç e cilësova, është zona elitare e Antalyas, padyshim që po, për një klientel, po themi, pak më përzgjedhëse, qoftë edhe për plazhet me rër dhe shumë të pastra që padyshim janë të preferuara. Normalisht dhe zona e Larës përveç, po themi, facilitetit me distancën nga aeroporti, por padyshim dhe për resortet që ofron. Trendi Lara është një ndër ta, kështu që është një ndër resortet top sell të VAS. Ti në rezervimit e tua ke pasur më shumë pushues që orientohen nga zona për të zgjedhur resortin, apo orientohen direkt nga resorti e nuk ka rëndësi zona në të cilën ndodhet? Çfarë duan më së shumti? Duke marrë këtu në konsiderat që edhe ndoshta në zonat të cilat janë pak më familjare dhe ndoshta ndodhen edhe më afër resortit, ke mundësi që edhe të eksplorosh pak më shumë. Kërkesat të cilat kanë ardhur mbizotëron, po them, me një diferencë shumë të vogël me resorte, pra kërkesa për resorte specifike,
por nuk rri pas edhe zona. Pra, në qoftë se vinë me një resort specifik, patjetër e kanë atë kuriozitetin që resorti shumë mirë, në rregull, shërbimi, standardi të gjitha, por çfarë mund të bëj unë tjetër në këtë hotel apo në këtë zonë? Kështu që pak nga të dyja. Dhe kuptoj që nga përgjigjja jote pak më shumë shqiptarët duan pushime dhe relax ndaj resorti ka shumë rëndësi dhe për zgjedhja. Shumë mirë që kemi një listë shumë cilësore këtë vit sa i takon sezonit të ri. Cila është këshilla jote për të gjithë ata që po na ndjekin tani dhe ende nuk i kanë rezervuar? Ajo që them për herë, Vasi është aty, mos humbisni ofertat promocionale të cilat ne i publikojmë në të gjitha kanalet tona të komunikimit dhe normalisht komunikimi drejt për drejt me ne, kështu që VAS do vazhdoj të vi me oferta promocionale, me early booking ende, vazhdojmë dhe me hotele specifike me oferta të veçanta. Deri në sa përqind me ulje kemi tani pakete duke qenë se jemi në early booking? Jemi ende ke 25% ulje, kështu që nuk mendoj që ka ti do kishe vend për dyshim? Jo, as pak. Për mua është perfeksion, nuk ka vend për dyshim. Faleminderit që ishte me mua sot në studio. Dhe faleminderit të gjithëve ju që na ndoqët në këtë episod të ofertës së ditës ku virtualisht shkuam në Antalya dhe vizituam një prej resorteve i cili këtë vit jam e bindur që do të jetë në top listën e resorteve më të kërkuar sa i takon këtij destinacioni. Të dhënat e paketës janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, ndaj mua nuk më mbetet gjë tjetër përveç se t'ju bëj thirrje që të rezervoni sa më parë dhe t'ju le takim sërish në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.